e pa arsyeshëm Në shtaj ka argumentet me përmedit. Po, Zoti Haradinaj nuk po kërkon ndihmën e Zotit Kurti. Zoti Kurti po kërkon ndihmën e opozitës, ata që i quajti hajvan, ata që i ofendoj, ata që i poshtnoj. Zonja Albulena Azhiu nuk ka dhënë terma po përdor po kundër opozitës. Nuk mundesh me thonë se edhe Shqipe Selimi ka përdorur të njëjtit terma ndaj opozitës. Apo ne? Po, nuk ka dhënë. Unë, kur e kem propozu zonën Shqipe Selimi, nuk është se veç që ka tek me propozu, po ka qenë një gru që ka bo fushot, por nuk i ka ofendu opozite, nuk i ka ofendu bashkëtarët. Po. A është kjo përgjigje? Okej, ka ndërhyrje zoti mentor Shala? Urdhro? Një pyetje kam. Zoti Ibrahimaj, përshëndetje. A ishe aleanca zgjedhjet si opcion, edhe jeni të gatshëm jo si aleancë me një zgjedhje? Që ditën e parë, nëse ka përcjell dikush, Zoti Haradinaj në seancën e parë kur kem dalë e ka thënë që edhe zgjedhjet do të jenë zgjedhje. Kështu që nëse Kosova është e gatshme me shku në zgjedhje, edhe Aleanca është e gatshme me shku në zgjedhje, dhe ndoshta është opsioni më i mirë. Faleminderit. Ju mendoni që opsioni më i mirë do të ishte të shkohet në zgjedhje zoti Ibrahimi? Nëse nuk ka zgjedhje, është në kryetar parlamentit dhe qeverisë, më mirë do të ishte me shku në zgjedhje se sa me shku kështu edhe 2-3 muaj ose 3-4 muaj me këtë situatë që kem bet. A besoni që Aleanca do dilte më mirë, po që se do garonte vetëm? Sigurisht prej motjem në teren, prej daljem në teren, mes me pakun në koalicion me nismen, sigurisht së paku dhe dy deputet do të ishin të kaluar zoti Arber Tolaj dhe Albana Bytyqi do të ishin mbrana do të grupit. Minimum edhe këta dy. Po, pra ju besoni që vetë do dilit më mirë. A prisni zgjidhje të gjendet tek takimi që presidenti e ka ftuar për të njëjtën, ku kam përshtypje që ftesa është pranuar nga Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe nga zoti Haradinaj. Po, Aleanca ka konfirmuar pjesëmarrjen, sigurisht që vetëm nëse ndryshon shumë në gjë, zoti Haradinaj do të merr pjesë dhe do shohim si do të rrjedhin me tutje nga ky takim. Uroj që gjindet një zgjidhje. Aleanca sa i përket kryeparlamentarës, veç ajo ka marrë punë për zonën Albulena Azhiu, nuk ka vot. Nëse ndonjë emër tjetër, jo vetëm edhe këto dy zone që kem përmend në Ronda Buhirës,